Përplasjet mes dy kompanive aksionare po thellon edhe më shumë krizën në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Një situatë e pazakont ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hëne në hyrjet e aeroportit, ku përfaqësuesit e kompanisë Valon Ademit, ish ortaku i Bexhet Pacollit, që ka 2% të aksioneve, nuk ka lejuar punonjësit e Mabko të futen në kantier. Në zonë mbërriten edhe efektivet e policisë së shtetit dhe punonjës të sigurisë private të kompanisë Valon Ademit, ndërsa punonjësit kanë mbetur në derë pa mundur dot të nisin punën. Zanafilla e konfliktit është mes dy kompanive aksionere të shoqërisë që ka kontratën koncesionare me shtetin shqiptar Mabko me 98%, problemi qëndron tek një kontratë për shitjen e 47% të aksioneve nga aksioneri më i madh tek më i vogël, diçka që Mabko nuk e pranon të ketë ndodhur. Kompania 2A Group pretendon se në prill të vitit 2025 ka bler rreth 47% të kuotave të ortakut Shumic Mabko mbi bazën e një kontrate shitblerje aksionesh. Por Mabko e kundërshton vlefshmërinë e kësaj kontrate, duke thënë se ata nuk kanë firmosur asnjë kontratë. Punonjësit e kompanisë Mabko dhe nën kontraktorëve të tyre janë telefonuar mbrëmjen e kaluar dhe janë njoftuar se nuk do të vinin në punë këtë të hënë. Megjithatë, duke mos pasur një njoftim zyrtar, punonjësit janë prezantuar në punë, por nuk janë lejuar të hyjnë brenda ambienteve të aeroportit. Bëhet fjalë për punonjësit që punojnë brenda terminalit, në ambientet e jashtme dhe zjarfikës. Afati i këtyre firmave që u ndaluan për përfundimin e punimeve është fundi i muajit maj me të drejtë shtyrje edhe për 3 muaj, pra muaji gusht është afati përfundimtar. Përfaqësues të kompanisë Pacolli thonë se nuk kanë asnjë lajmërim zyrtar për asnjë zhvillim. Ndalimi i punonjësve është bërë në mënyrë të padrejtë dhe jashtëligjshme. Dy kompanitë, thot Ismet Pacolli, gjenden në gjykatë dhe është drejtësia ajo që do vendos vijimin. Kështu që na kemi problemin me nën kontraktorët, cilët janë të pafajshëm. Nuk kanë lidhje nën kontraktorët me kontratat e Vias edhe të Mabkos. Ata kërkojnë me hije me punuem, t'i kryjnë punët e tyne. Për t'i kryer punët e tyne, e kanë afatin deri në fund të muajit. Prej fundit të muajit, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet e tyne edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta e kanë hallin e tyne, edhe unë e kom hallin e atyne. Çka na bojna në mes veti, mes Mabkos edhe Vias, apo shtetit, ka kush i drejton atë punë. Nuk e di unë, a kanë autorizim, a nuk kanë, do t'ja u kërkoni atyne autorizimin. Mirë, po sido që tjetë, nuk bëhet këja punë mas orës 21 mbrom, për sot nuk vinim punë. Asnjë punëtor e kryen punën këta në ora 5, mas voni, edhe kanë shku në shtëpi. Qysh mi lajmëruan na nën kontraktorët që nesër nuk punohet, nuk kena mujt. Sot kur kanë ardhur është porta e bllokuar. Ato ndohen me ligj edhe me prokurori edhe në mes Vias edhe Mabkos. Po, unë e kom hallin të punëtorët të nën kontraktues të motër. Çka më ju bë këtyne? Këta janë të pafajshëm. Çfarë foj kanë këta? Kanë bë kontratë me neve. Për çdo muaj, deri në fund të muajit, e përfundojnë këtë muaj. Mas fundit të muajit, ju nevojiten 10 ditë për t'i nënshkrua situacionet edhe për t'i dërgua fakturat për pagesë. Këta na duhet t'i paguajmë. Edhe njerëzën e punëtorit duhet paguhet. Nuk mundna na mi pague sot për nesër, derisa nuk nënshkruhen situacionet. Për më nënshkruar situacionet duhet të jenë njerëz prezent. E kryjnë muajin, e përfundon muajin, edhe kontrollohen punët që i kanë krye, nënshkruhen që kjo punë u krye, që kjo duhet kryet. Brenda aty në 10 ditëve, këta i përfundojnë edhe fakturat, edhe situacionet, edhe punët. Policia janë këtu, unë nuk mujt me hyje me bisedue me policin, as mu më dëgjua policia muhe, mirë po këta janë ka e kryjnë punën e vetë. Këta nuk mujnë me hap porten, na me hyje ose me na blokue. Por e ngjizojnë situatën. Na kërkojna prej Vias, që ata që kanë tentu edhe që ata që kanë bëhe blokaden, që të vinë ose këtu, ose ne të shkojna në zyret e tyne. Shkojna 2 njerëz, 3 njerëz prej neve edhe flasëm si njerëz. E ata duhet me kërkuaj prej superiorëve të tyne që nën kontraktorët të lejohen me hije mrena. Si kundër e kishte paralajmëruar edhe televizioni 6+1 Vlora, aeroporti ndërkombëtar i Vlorës nuk do të hapet këtë verë.
Urojmë që kjo vepër e madhe publike të vihet në punë vitin e ardhshëm dhe problematikat e shfaqura të marrin zgjidhje. Pasi aeroporti ndërkombëtar i Vlorës do të ndikojë ndjeshëm në zhvillimin ekonomik dhe turistik të qytetit.